2 muaj pas humbjes tragjike të 25 vjeçares Gjuana Nikolaj, familjar të afërm dhe qytetar të Lezhës janë mbledhur pas ditën e së dielës në qendër të qytetit, ku ndezën qerin dhe kërkuan drejtësi për të ren, e cila i dha fund jetës pas dhunës u ushtruar nga ish bashkëshorti Eraldo Fizi, i cili vijon të jetë në kërkim nga policia. Mes lotësh dhe dhimbjesh të pranishmit kanë përsëritur thirrjen që vërteta për ngjarjen të zbardhet plotësisht dhe përgjegjësit të marrin dënimin e merituar. Koma nuk është vendosur drejtësi dhe kërkojmë dhe bëjmë një lutje gjithë institucioneve përkatëse, ju lutem ta zbulojmë të vërtetën e Gjuanës dhe të kapet autori. Kjo drejtësi është edhe sensibilizim për gjitha femrat se nuk dua të dëgjoj nesër pas nesër dhe vajzat e tjera që vinë kenë fatin e Gjuanës. Ne kemi besim dhe shpresojmë që drejtësia të vendoset në vend sa më shpejt dhe të autori të kapet. Gjithashtu institucionet të bëjmë punën, mos ta zvarrisin, mos ta lënë në harres, edhe çdo veprim ta bëjmë me transparencë dhe të dalë e vërteta. Gjuana Nikolaj humbi jetën pas dhunës u ushtruar nga ish bashkëshorti Eraldo Fizi, ndërsa më pas dyshohet se ka konsumuar fotoksin. Ngjarja tronditi opinionin publik dhe vazhdon të mbetet një plagë e hapur për familjarët dhe qytetarët, të cilët kërkojnë zbardhjen e plotë të saj.